Zbulohet më në fund sekreti që forcon trurin dhe kujtesën, ja si ta përdorni. Arrat janë ndërarorët më të pasur me antioksidant. Në fakt, ekspertët pohojnë nëse arrat kanë dy fishin antioksidantëve në krahasim me të gjitha arorët e tjerë. Antioksidantët janë të domosdoshëm sepse pasurojnë organizmin edhe pastrojnë atë nga radikalet e lira të cilat dëmtojnë qelizat dhe shkaktojnë një sër problemesh. Acidet yndyrore që gjenden te arorët janë të mira për shëndetin e trurit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Sipas ekspertëve të Healthline, arrat janë gjithashtu të pasura me vitamina, minerale, fibra, proteina dhe acide yndyrore. Një studim i fundit të cilit i referohemi doli në përfundim se njerëzit duhet të hanë të paktën 8 arra në ditë. Sipas të dhënave, konsumi i arrave parandalon sëmundjet e zemrës, diabetin e tipit 2 dhe parandalon radikalet e lira. Acidet yndyrore ose ilaçi i njohur rëndomt omega 3 janë të domosdoshme për shëndetin e trurit dhe jo vetëm kaq. Arrat përmbajnë melatoninë e cila përshpejton ardhin e gjumit dhe garanton cilësinë e tij. Nga ana tjetër, arrat përparojnë edhe me vitaminën E, e cila i nevojitet shumë shëndetit tuaj të trurit. Por ato mund t'i konsumoni edhe në formën e qumshtit që mund t'i japin gjithashtu rezultate fantastike në fuqinë e trurit dhe parandalimin e rënies së kujtesës. Përveç arrave në dietën tuaj nuk duhet të mungojnë edhe këto ushqime mjaft të rëndësishme të cilat mund t'i japin gjithashtu edhe një mbrojtje më të mirë për shëndetin tuaj. Kafeina mund t'ju bëjë më vigjilent. Nuk ka asnjë ushqim magjik që mund të rrisë inteligjencën e njeriut, por ka disa substanca si kafeina që mund të aktivizojnë atë dhe t'ju ndihmojnë të përqendroheni më mirë. E gjetur te kafeja, çokolladat, pijet energjike dhe disa medikamente që këshillon mjeku, kafeina ju jep ndjesinë e zgjimit. Madje ajo ka efekte të mira në kujtesën afatshkurtër dhe mund të nxjisë një kujtesë më të mirë të trurit. Ekspertët e cilësojnë atë si një prej përzgjedhjeve më të mira ushqyese në ndihmën e shëndetit. Sheqeri gjithashtu mund të rrisë përqendrimin tuaj. Sheqeri është një nga burimet e preferuara të ushqimeve të trurit. E nuk bëhet fjala për sheqerin e tryezës, por për glukozën, të cilën trupi juaj e përpunon më mirë. Kjo është një arsye pse një gotë me lëng të freskët të frutave mund të ofrojë një nxitje afatshkurtër të kujtesës. Hani mëngjes të bollshëm për të ushqyer trurin në mënyrë të mirë. Studimet kanë zbuluar se ngrënia e mëngjesit mund të përmirësojë kujtesën edhe vëmendjen afatshkurtër. Sipas tyre uvurese, studentët që hanin mëngjes priren të kenë gjithashtu një performancë më të mirë se ata që nuk e konsumojnë atë. Prandaj sigurohuni të bëni përzgjedhjen e duhur ushqyese për mëngjes në mënyrë që të rrisni vigjilencën dhe përqendrimin. Peshku është një nga ushqimet më të mira për shëndetin e trurit. Kjo sepse peshqit janë të pasura me acide yndyrore omega 3, shumë të rëndësishme për aktivitetet tuaja të kujtesës. Këto yndyra të shëndetshme kanë fuqi të mahnitshme edhe në uljen e riskut të demencës dhe goditjeve në tru. Plus ato mund të luajnë një rol jetik gjithashtu edhe në përmirësimin e kujtesës, veçanërisht kur plakemi. Për shëndetin e trurit dhe zemrës rekomandohet të hani 2 racione me peshk në javë. Ekspertët tregojnë se ato janë mjaft të rëndësishme për shëndetin tuaj. Konsumi i një doze ditore me arra dhe çokoladë është e rëndësishme për aktivitetin e trurit. Arrat dhe farat janë të burime të mira të vitaminës C, e cila është e lidhur me disa studime me frenimin e rënies së aftësive njohëse në kalimin e moshës. Çokolata e zezë gjithashtu ka veti të tjera të fuqishme antioksiduese dhe përmban edhe stimulues natyral si kafeina, të cilat mund të rrisin fokusin. Shijoni deri në 1 gram në ditë arra dhe çokoladë të zezë për të marrë të gjitha përfitimet që u nevojiten. Shtoni avokado dhe drithra të plota në ushqyerjen tuaj. Çdo organ në trup varet nga qarkullimi i gjakut, veçanërisht shëndeti i zemrës. Një regjim i pasur me drithra dhe fara si avokado mund të zvogëlojë riskun e sëmundjeve në zemër, gjithashtu edhe të ulë kolesterolin e keq. Kjo do të zvogëlojë problemet e kujtesës dhe do të rrisë edhe përqendrimin. Prandaj sigurohuni të bëni një përzgjedhje të duhur të ushqyesve në dietën tuaj për të përmirësuar aktivitetin e trurit dhe për të evituar gjithashtu komplikacionet e tij.
Boronicat janë në një super ushqim që mund të luajë një rol parandalues në rënien e aftësive të trurit. Boronicat kanë treguar se ndihmojnë në mbrojtjen e trurit gjithashtu edhe nga dëmet të shkaktuar nga radikalet e lira dhe zvogëlojnë edhe efektet e padëshiruara të lidhura me moshën, siç janë sëmundja e Alzheimerit, gjithashtu edhe demenca. Studimet tregojnë gjithashtu se rrugjimet e pasura ushqimore me boronica mund të përmirësojnë funksionet e trurit dhe të parandalojnë rënien e aftësive tuaja njohëse. Shtoni sa më shumë produkte natyrale në dietën tuaj, edhe mund të mbrojnë gjithashtu kujtesën në format e tyre natyrale. Mund të duket e rëndom, por është e vërtet një regjim ushqimor të cilit i mungojnë lëndët ushqyese është thelbësor edhe në aftësinë e trurit. Prandaj përpiquni të bëni përzgjedhje të duhura për shëndetin e trurit dhe të evitoni gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Është e rëndësishme që duhet të përdorni produkte natyrale në përditshmërinë e dietës suaj. Vetëm në këtë mënyrë truri do të marrë të gjitha lëndët ushqyese të cilat janë të nevojshme për aftësinë e tij dhe për të rritur gjithashtu kujtesën. Arrat. Edhe arrat konsiderohen burime të rëndësishme ushqyese pasi përmbajnë acidin alfa-lineulik, një acid yndyror me bazë bimore. Ekspertët thonë se njerëzit që konsumojnë rregullisht arra janë më inteligjent dhe më mendjeprektë. Pra arrat ndihmojnë në funksionet më të mira të trurit. Arrat, krahas të mirave që sjellin për trurin, përmbajnë edhe vitamina ushqyes, luftojnë kolesterolin dhe luftojnë diabetin dhe përmirësojnë gjithashtu shëndetin tuaj të lëkurës. Salmoni. Ky peshk është i pasur me acide yndyrore omega-3, të cilat janë thelbësore për shëndetin e trurit. Këto acide yndyrore paksojnë inflamacionin dhe stresin oksidativ në tru. Ato gjithashtu kufizojnë të kurrjen e trurit si pasojë e moshës. Salmoni përmban vitamina si fosfori, zinku dhe kaliumi, si dhe grupin e vitaminave B, riboflavin, niacin, tiamin, B6, folat dhe B12. Salmoni është i mirë për shëndetin kardiovaskular, për riparimin e indeve, funksioneve të duhura të tiroides, lufton inflamacionin në nyje dhe ndërton gjithashtu inteligjencën. Në dietën tuaj shtoni vajin e ullirit. Shkencëtarët konfirmojnë se konsumi i vajit të ullirit ekstra të pastër mbron aftësinë e kujtesës. Konsumi i përditshëm i vajit të ullirit ju ndihmon të menaxhoni peshën, të kontrolloni sasinë e sheqerit, të lehtësoni depresionin dhe të mbroheni nga probleme të ndryshme kronike. E verdha e vezës është e mirë për shëndetin e trurit. E verdha e vezës përmban vitamina të kompleksit B që përmirësojnë shëndetin e trurit. Këto vitamina forcojnë kujtesën dhe ndihmojnë qelizat e trurit të komunikojnë në mënyrë efikase. Krahas të mirave për trurin, e verdha e vezës përmirëson memorien, lufton mbi peshën dhe është e mirë edhe për grashtat zana. Boronicat. Ky frut i pyllit është një nga ushqimet më të mira për trurin. Konsumi i boronicave ul riskun e Alzheimerit me 53%. Sipas studimeve, të gjitha frutat e pyllit janë të mira për shëndetin, por boronicat janë më të pasura me flavonoide. Flavonoidet janë antioksidantët e dur që mbrojnë trurin nga dhe stresin oksidativ. Për më tepër ato forcojnë mjetet e komunikimit të qelizave të trurit. Boronica luan një rol kyç për shfryrjen e organizmit dhe veçanërisht të barkut. Ato forcojnë kockat, përmirësojnë shikimin dhe janë të mira kundër kapslëkut. Ndër të tjera është zbuluar se njerëzit mund të përdorin boronicat për të përmirësuar aftësinë e tyre edhe për të përmirësuar rigjenerimin e shëndetit të trurit. Zgjidhni produktet e duhura natyrore për një kujtesë më të mirë afatgjatë dhe për të evituar gjithashtu rënien e aftësive njohëse. Në dietën tuaj nuk duhet të mungojnë gjithashtu as zarzavatet. Të gjitha llojet e tyre janë të pasura me vlera të larta ushqyese që mund të mbajnë larg komplikacionet të shëndetit të trurit dhe të evitojnë gjithashtu rënien e aftësive njohëse. Përzgjedhja e duhur e këtyre ushqimeve në dietën tuaj mund të luajë një rol parandalues në rënien e aftësive njohëse. Arrat, gështenjët dhe në përgjithësi të gjitha llojet e farërave janë të mira për shëndetin e trurit dhe mund të ndihmojnë në dukshëm në një përqendrim më të mirë dhe rritjen e aftësive të kujtesës. Në dietën tuaj, ato japin elemente të yndyrnave omega-3 dhe omega-6 shumë të rëndësishme për shëndetin e trurit dhe jo vetëm. Frutat janë të mira të shtohen vazhdimisht në dietat tuaja ditore. Këtu futen të gjitha llojet e frutave, por më të rëndësishmet janë ato të pyllit, siç janë manaferat, blu ose rrushi i zi dhe manat.
shumë të rëndësishme këto për kujtesën tuaj dhe lehtësimin e procesit të rënies së tij. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.